Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Kanë shpëtuar ata që u pastruan, që përmendën emrin e Zotit të tyre dhe u falën. Kaptina El-A'la, ajetet 14 dhe 15. Të nderuar besimtar, vëllezër dhe motra. Sot përjetojmë një nga gëzimet më të mëdha të vitit, festën e madhe të Fitr Bajramit. Gëzim ky që është thellësisht i ndërlidhur me Allahun fuqiplot, sepse me vetdije të lartë dhe me besim të paluhatshëm përcollëm muajin e shenjtë të Ramazanit. Agjeruam ditët e tij duke ngritur vetdijen tonë për Zotin, për botën dhe për njeriu. Pastruam shpirtin dhe zemrat tona. Forcuam bindjet tona me dijen, moralin, familjen dhe marrëdhëniet ndërfisnore e ndërnjerëzore. Jemi të lumtur që jo vetëm agjeruam, por edhe dëshmuam se besimi ynë në Zotin nuk është thjesht një teori, por një bindje e thellë që e jetojmë me gjithë qenjen tonë. Ne dëshmuam se jemi të përkushtuar fuqishëm për ngritjen e dinjitetit tonë në të gjitha aspektet, në atë fetare, humane, intelektuale dhe shoqërore. Gjatë gjithë muajit të Ramazanit dëshmuam urtësinë, maturinë, paqen dhe solidaritetin tonë të paluhatshëm. Në këtë festë të madhe të Fitr Bajramit, në këtë festë të madhe shpirtërore, jemi të lumtur që triumfuam mbi destruktivitetin, materializmin, egoizmin dhe xhelozinë. Me këtë i dërguam botës mesazhin se vlerat morale janë qëllimi më i lartë i aktivitetit njerëzor. Me ndjenjën e urisë dhe etjes, ne bëm thirrje për më shumë kujdes ndaj njeriut. Paqja që kultivuam gjatë Ramazanit të bekuar, dëshmoi se njerëzimi duhet të jetë i përkushtuar ndaj respektimit të vlerave njerëzore, duke shmangur vrasjet, luftrat, masakret dhe gjenocidet. Gjithashtu përpoqëm të largohemi nga veset dhe të këqijat, duke treguar se çdo shoqëri duhet të luftojë anomalitë që rrezikojnë jetën e saj dhe të rinisë sonë, si alkoolizmi, prostitucioni, narkomania, korrupsioni dhe dukuritë të tjera që dëmtojnë njeriu dhe shoqërinë. Në këtë festë të madhe të Fitr Bajramit, qëndrojmë krenar para Zotit të Madhërisëm, duke shpresuar në mëshirën dhe bekimet e Tij. Sot, në këtë festë të madhe, presim shpërblimet e Tij të pakufishme për agjerimin tonë, për lutjet të sinqerta, për ibadetet tona dhe për sakrificat që kemi bërë gjatë muajit të Ramazanit. Fitr Bajrami është gjithashtu një ditë pajtimi dhe afrimi. Është dita kur duhet të hapim zemrat tona, të falim njëri tjetrin dhe të forcojmë lidhjet familjare dhe shoqërore. Vizitat, urimet dhe buzëqeshjet që shkëmbejmë sot janë shenjë e vlerave të bukura që Islami i kultivon në mesin tonë. Vëllezër dhe motra, le të shfrytëzojmë këtë festë të madhe për të reflektuar mbi veten tonë dhe për të vazhduar rrugën e mirësisë që e filluam në Ramazan. Le të jemi njerëz të paqes. Le të shfrytëzojmë këtë festë të madhe për të reflektuar mbi veten tonë dhe për të vazhduar rrugën e miqësisë që e filluam në Ramazan. Le të jemi njerëz të paqes, të drejtësisë dhe të solemnitetit, si dhe solidaritetit në familjet tona, në shoqërinë tonë dhe kudo që jetojmë.
kemi nderin e veçantë që në emër të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, të përcjellim urimet më të sinqerta të gjithë besimtarëve në vend dhe në diasporë. Lusim Allahun e madhëruar që të na pranoj agjërimet, lutjet dhe veprat tona të mira, të na dhuroj paqe në zemrat tona, harmoni në familjet tona dhe mirësi në shoqëritë tona. Gëzuar festa e madhe e Fitr Bajramit.